Vlen ka akuzuar BDI-n për kanalizimin në Zajaz, i cili figuron i realizuar në letër, por në të vërtet nuk është realizuar, duke e quajtur atë veprim si skandal dhe turp. Driton Sulejmani nga Vlen pyet se ku përfunduan 9 milion eurot e BE-s. Ambasadori i Bashkimit Evropian Michalis Rokas bëri të ditër se BE po mbledh dokumentacionin për këtë projekt. Prandaj nuk mjafton me vetëm pyetja se kur përfunduan milionat. Opinioni duhet të di edhe kush e raportoi projektin si të përfunduar, mbi cilat dokumente dhe mbi çfarë baze. Sa më shumë po hapet ky skandal, po që kundërmon korrupsion, aq më shumë po del në sipërfaqe se kemi të bëjmë me një lëmsh që sa tërheq, aq më shumë zgjatet. Sulejmani theksoi se BDI komunën e Kërçovës e ka udhëhequr për 3 mandate radhazi dhe se gjatë qeverisjes së tij projekti i financuar me para të Bashkimit Evropian, sipas tij duhej të përfundonte në vitin 2024, ku kanalizimi nuk ka përfunduar. Sulejmani po ashtu shtoi se Vlen po kërkon që Prokuroria Publike dhe Policia Financiare të zgjerojnë hetimin deri në fund dhe të bashkëpunojnë ngushtë me institucionet evropiane.